Të dashur miq të rubrikës Tulipani ju përshëndes. Mirëmëngjes dhe një ditë sa më të bukur. Desha ta bëj një bashkëbisedim me ju dhe t'i drejtohem kryesisë Partisë Demokratike e kryetarit të saj zotit Sali Berisha. Të dashur miq, jam dëshimtar i viteve 1991. Kur në trysninë e komunizmit tegër, e diktaturës tegër, linden ideatorët e Partisë Demokratike dhe themelun Partinë Demokratike të Shqipërisë kundra një diktature të egër e të errët të 50 viteve komuniste që vrau, torturoj, pushkatoj, pa rregull, pa ligj, pa asnjë sukur popullit të ishte kafshë. I pushkatoj mesare, i pushkatoj mes Myzeqes, i pushkatoj në Sarand, i pushkatoj në Tropoj, i pushkatoj në Shkodër. Edhe na, në vitin 1991, unë ngritëm për të rrezuar atë sistem kriminal, diktator, që na mbajti 50 vjetë sikur delet në të rishtë. Pra, thash të bashkëbisedoj me ju, se jam demokrat i vitit 1991, me test Partisë Demokratike, i palë kundur për kauzën e Partisë Demokratike, i palë kundur për strukturat e Partisë Demokratike, i palë kundur për programin e saj të devotshëm të Partisë Demokratike dhe për kryetarin e saj të paepur, i palë kundur. Kemi ndërzuar regjimin komunist, jo për të bërë kryetar, jo për të bërë patriot, jo për të bërë dikush, po kemi ndërzuar atë regjim për lirit tona, për drejtat tona, për të ardhmen tonë. Jam ka thëmë këtë bashkëbisedim me ju, sepse sot, në këto momente që po flas, nuk më lidh asgjë me Shqipërinë. Jeta ime është qenë në vitin 97, 98, jashtë. Po qenë nga vitin 1991, e deri në sot nuk më hesht, edhe nuk do të heshti për të drejtën dhe për korrupsionin dhe për krimin organizuar që ndodh e që po ndodh edhe në ditën e sotme në Shqipëri. Pra, po flas vetëm për opozitën shqiptare, vetëm për Partinë Demokratike. Ne krijuam Partinë Demokratike në 1991, erdhë në pushtet në vitin 1992, ja krijuan ato piramidat ish sigurimsat ato, ish komunistat, ish diktatorët, ish fëmijë atyre i krijuan piramidat për të rrezuar demokracinë shqiptare, edhe arritën që në vitin 1997 të përmysin regjimin e Partisë Demokratike, po jo të kthejnë edhe një herë diktaturën që ishte, po ato figura, ato njerëz që ishin në diktaturën e Nënvejt, bën atë punën, bon rëmujat të 97-ës. Unë të flasim për opozitën. Pra, që nga i moment që Shqipëria hynin demokraci, hynin pluralizëm, Partia Demokratike pat kauzat e saj, pat programin e saj, pat ligjet e saj, për të ecur përpara. Edhe pse u munduan, na shkelnin, na degjëronin, na vrasin, na vranë në Shkodër, na vranë në Ofrall, gjithku në për gjithë Shqipëri na vranë, na torturuan. 97 na vranë Vlorë, e vranë policin e Shqipërisë në Vlorë, vranë me qindra mira shpresat njerëzve, vranë mendimet e lira, vranë çka s'bën. Pra, po Partia Demokratike qëndroi në kauzën e saj. Partia Demokratike nuk ishte në vitin 1991, nuk ishte për luftë. Nuk ishte. Ne nuk donim të shkonim në një vlavrasje.
97 Partia Demokratike nuk ishte për luftë. Nuk do të shkonim vllavrasje, po të ishte Partia Socialiste në pushtet, ti jesh mos e bindur se Shqipëria do kalonte në vllavrasje. Po megjithatë, tema jonë është sot për Partinë Demokratike, për fraksionet e saj, sepse njerëzit po hynë Partinë Demokratike për të bërë dikush, për të bërë krijuar karrierë, për të bërë diçka. Jo. Partia Demokratike nuk është për karrierë. Partia Demokratike nuk është për kryetar. Partia Demokratike nuk është për zonë. Partia Demokratike është me kauzë, është me strukturat e saj për popullin. Kundra krimit, kundra korrupsionit, kundra vjedhjeve, kundra diktaturës, është parti europiane, është parti që ka kërkue me të gjitha forcat e veta për me ardhë me hynë në Europë. Është partia që futi Shqipëri në NATO, është partia që pruri pluralizmin në Shqipëri, është partia që bani negociatat e para për të hyrë Shqipëria në Europë. Dhe të gjitha këto janë nga programi saj. Programi Partisë Demokratike nuk plaket, edhe pse plakem ne. Programi Partisë Demokratike nuk plaket. Ata të rinë që po thonë kryetarën është plak, ta nxjerrin kauzën e tyre, të luftojnë, të nxjerrin diçka të re, të nxjerrin diçka që të çojnë kom, jo për karrike. Jo për karrike sikur bën Saliani. Për Salianin na folëm gjithkund, folëm në Europë, folëm atje, folëm gjithkund, që u bën pa drejta, që e dënuan pa drejtësisht. Po si ka mundësi taj për karrike të na kundërshtojnë gjithë ne demokratëve, apo Lulzim Basha, që morë hujtën me na rrahë të selia Partisë Demokratike, vetëm për një karrike. Na luftojnë për karrike, na luftojnë për ideal, na luftojnë për Shqipërinë, na luftojnë për lirinë, na luftojnë për drejtat e gjithë popullit shqiptar, kudo që janë. Na luftojnë për bashkim, na luftojnë për idealet e njeriut, kundra krimit, kundra korrupsionit, kundra terrorizmit, kundra vjedhjeve, kundra përdhunimeve, kundra çdo gjaje që është kundërshtim me ndjenjën e popullit dhe me paqen e tij. Ju falenderoj.